Jam të shku me morë momin tem, se këna me do në restoran dhe qonë edhe ajo. Edhe është të më duk shumë interesant, se ka shumë ku që s'këm dorë veçone me momin tem. A di kështu dorëm si familje bashkë, ka mo veçone me momin tem me shku në restoran. Ka shumë ku që s'këna dorë. Edhe s'di. Nuk e di pse se bojna ma shpesh që të sem, për shamull, harrojna ka njerë. Adin, s'di, besoj që është mirë ka njerë me dorë veç me nonë, me kërkan tjetër. A di që është të më duk vetja si fëmija. është të më duk vetja që am ba vet i vogël, jam të dorësh me momin tem, që është dalë që. Për me është me dorë ma shpesh, se di që është kua po shkon shpejt, edhe vjetë po shkon shpejt, se di të me shfrytëzun çdo moment me familje. Veç për zgjedhjen në restorantit kam konë shumë e komplikune, se nona jem është shumë tradicionale, kështu adin nuk kanë shumë sene, kështu që nuk e di ku ka me qua, mo ka më me qua me një vend të mirë. Ika, ju ka dzajta ne ka po që restorante e ju. Cilat janë cravings e ju gjatë shtatzanis? One për vete, kove të fundet më hanë shumë ullit, ekstrem shumë. Edhe e dine qka? Shumicën e kohës isha të shraj me majonez. Ndoshta keni me thonë, o shumë strange, ama pa e provu, mos gjukani, doj me provu gjithë qysh edhe keni me kuptu. Merë një pak majonez, një për juve, një për mu. Në çdo trimestër e kum pas ka një neps të ndryshëm. Te trimestri i parë e kum pas shumë qef rushën, ekstrem shumë, veç rush edhe krepa. Te i dyti trimestër o kon bostani edhe mango. Te i treti trimestër tashti është hala bostani që më hatë shumë, edhe ullit me majonez. Kallxoni në komente cilët janë konë nipset e ju gjatë shtatzanis, edhe kam me bo një video ku i provoj ketë këtu sanat strange ka i keni provu, bavakia nipse ju të botë edhe nipse ja. Këtë komentoni kam me bo një video speciale veç ku i provoj sanat sa më crazy. Unë po vazhdoj me ullit e me edhe shimi në tjetër video. Qysh peshene, jam të okup. Edhe pak më ka afru lindja. Motra medicinale, nuk e di qysh të shqip pse shfam, ajo kruja që kome më lind. Me vnimu me lind, në fakt. Më tha me vle një balon, se të nimon me lind. Edhe pse nuk jam gati a dit e i 9 muj për me lind, tha mund është mja fillu që mu trajnu ka pak. Okej. Pas ka edhe pumpën. Qka ka funksionu për ju që më një mu me lind? Ka zoni në komente, shumica kanë thonë me hongë hurme, e kum pa. Ama keni dhe tjera tricks. Okej, kuptova qysha, ama me që pump me fryke qëta. Pas na me i kalu 2 ora. U ludha jam gjyst udhës. Do me thonë qka që fry. Halo, do të këgja me fry. Hajde në qka, më do këtë mas miti me pres lirimin kur gjen. Edhe bona këshis ku më. Okej, I did it. E bona vet, pa lirimin. Që në mëre, me këta u këna që edhe të lujt. E qëta është i për mu trajnir, do të veç me ull edhe me bo ushtrime. Tut na poku. Okej, mbaroj, do më thonë që kjo ke. Që 2 orë jam të fry veç për qëta.